është investimi më i ri i Bashkisë së Tiranës për kryeqytetasit. Janë rreth 4.000 banorë në zonën e njësisë administrative numër 9 që janë përfitues të këtij investimi. Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj u ndal tek rritja e vlerës së pronës në Tiranë si pasojë e investimeve dhe përmirësimit të infrastrukturës. Nga ky moment, edhe me këtë investim, po dhe me investimin në bulevardin e ri, e gjithë kjo zonë rreth bulevardit të ri vetëm do t'i shtohet vlera. Sa më të gjatë ta ketë jetën investimi, aq më të gjatë ka jetën prona e gjithë secilit që shikon vetëm rritjen e vlerës. Kryebashkiaku premtoi se brenda mandatit të punës së tij, Bashkia e Tiranës do të ndërhyjë në të gjitha blloqet e pallateve në kryeqytet për të përmirësuar jetën e qytetarëve të saj. Kemi një rrugë të re që i shtohet Tiranës, sigurisht që kjo ka qenë një zonë e pastabilizuar nga ana urbane, mbaj mend kemi qenë këtu dhe në fushat, investime që shtyheshin gjithmonë gjende një sebe pse gjërat nuk bëhen dhe jemi specializuar ndonjëherë për të shpjeguar pse nuk bëhen gjërat, ndërkohë që roli i bashkisë është që të bëhen gjërat. Pas rikonstruksionit në kopshte dhe çerdhe, infrastruktura është një tjetër fushë ku po përqendrohen investimet e bashkisë në këtë vit të parë të punës.